Në malet e Labërisë, dikur, këmborët dhe fishkëllimat e barinjve mbushnin mëngjeset. Sot, ka mbetur vetëm qetësia e erës që përshkon kullotat e zbrasta. Blegtoria, dikur shtylla e ekonomisë bujqësore, po shuhet për shkak të mungesës së mbështetjes shtetërore, burokracisë dhe largimit të rinjve. Ky është Sako Xhaferaj, një bari i vjetër në Velç të lumit të Vlorës. Dikur kishte 200 dele, sot i kanë mbetur vetëm 80. Shumica e fshatit i kanë shitur baktit dhe është larguar për shkak të kushteve të vështira. Ka pa 200 krere shita. Për jetë më të mirë, nuk betë si andej, verda vura 89 prapë. Si është numri i baktive në zonën tuaj? Kanë shitë tërë kaniku. Pse? Kaniku se sjetohet më këtu. Nuk e një bandim nga shteti? Jo, asë një jo. Janë të sot. Po pse? Po se s'mja për me 80 dhënë. Ku kishja 200 dhënë, nuk mi, një hanë të shteti. Në ashti? Historia e Sakos është realiteti i Labërisë së sotme. Fshatra si Shkoz, nga 270 shtëpi, kanë mbetur vetëm 75, kryesisht me të moshuar. Numri i baktive në të gjithë zonën ka rënë pothuajse në gjysmë që nga viti 2010. Për Sakon, problemi nuk është puna, por kostoja dhe burokracia. Në shkollës të Sevasterit, Asim Bonaj, 68 vjeçar, kujton kohët kur çdo shtëpi kishte tufën e vet dhe fushat ishin plot jetë. Sot unë për vete nuk kam, këto janë të vllajt. Këto janë një 50-60 kokë, i mbana i sa për shtëpinë e tij ashtu vëlla. Më përpara ka Më përpara kam pa neve si shtëpi, kemi qenë 44 shtëpi kur është bërë kooperativa në 1957. 44 shtëpi. Kemi pasur 120 kokë dhi edhe 98 kokë dhënë. Edhe këto i kemi dorëzuar në kooperativë, kemi dorëzuar 29 rruza dhe një dash 50. Kemi dorëzuar edhe 35 kece fëmra. O burra tiki dhe unë, o burra tiki dhe ti, dhe fshati ka ngellur në 150 shtëpi që ka qenë fshati në kone kooperativës, sot ka ngellur një 50 shtëpi, po mos i zë shtëpi ato. Sa të janë si mosha ime, vetëm me plej, 2 janë të rrallë sa. Shpërndarja e 2,43 miliard lekëve të shpërndara nga shteti gjatë 5 viteve të fundit për blegtorin ka lënë lumin e Vlorës me thërrime. Mungesa e shpresës ka detyruar edhe fermerët më të fortë të ndryshojnë jetën. Naim Selami, ish kryetari i kooperativës së Sevastarit, shikon tokën që dikur ushqente gjithë komunitetin. Ose dhe shteti i braktisi nuk ja pas gjë. Këta janë të gjithë mashtrusa, po thua kështu si ishte jamoni, që ose më merë kotë pasaja, janë të gjithë mashtrusa. Ja unë kam bërë këtu dhe më thanë do t'japën solucionim, herë një nëmëruan i matën, po t'i festoj shteti që t'i japë deles, dhis, lopës, t'i japë leku që të blej ushqimore, këtu kthehet, që ata që janë, po t'i ndimosh nga zhëbërëja, dalin për te, bëjnë stallat të mëdha, majmëri, edhe gjitha. Tu s'ka. Andon Kasaj merret me blegtori prej më shumë se 20 vitash, por edhe ai përballet me të njëjtat sfida. Stalla që nuk mbajnë baktit, fusha që thahen dhe subvencione minimale që nuk mbulojnë as koston e ushqimit. Jo, me vadh. S'ka stalla. Aty kemi thjesht një kasole sa për vete. Po këtu? Këtu kemi stalla. Janë me stalla me kushte. Si ja bëri ushqim të baktit? Po blejmë ballat, u blejmë mjesin, sa e blejmë vetë, sa e blejmë. Po na ka dhënë subvencion të dhënë të tokës të naftës, u ka marrë 20 orë nga zhëbërëja. Subvencionet janë simbolike. Qeveria shqiptare ka miratuar skemën kombëtare të investimeve 2025 dhe garancinë shtetërore të huas, duke synuar zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë sipas standardeve të BE-s dhe eksportin e 1 miliard euro produkte deri në 2030. Por, për shumicën e blegtorëve të vegjël dhe atyre pa dokumente pronësie, këto mundësi mbeten të paarritshme. Por, për të integruar me masat e granteve dhe kredive,
fermerët duhet të plotësojnë 2 kritere thelbësore: të jenë subjekt i regjistruar dhe i pajisur me certifikatën e njiptit të fermerit, si dhe të kenë dokument pronësie. Në fshatrat e Lumit të Vlorës, Shteg nuk gjeti asnjë çoban të regjistruar në zyrat tatimore.